komunitetin, e pas këshillat me zvarritje. Këshilla me komunitetin ishte zvarritja sigur të mos ishin njerëz të protestuesve. Pra, askush nuk është kundër investimeve të huaja. Askush nuk ka qenë kurrë Partia Demokratike. Kemi qenë dhe jemin për puthje me ligjin. Edi Rama ka shkel çdo ligj kombëtar dhe ndërkombëtar. E ka personalizuar dhe e vërteta është që përveç këtyre janë problemet e pronësisë, që tashmë janë bërë të njohura se kush është i përzir duart të zeza, Tergysa Gasit, Artur Shehut, Engjella Gaçit, pra janë duart të zeza të Edi Ramës. Sot, parlamenti duhet pasqyronte, duhet anullonte ndryshimet e bëra në 2024 për ligjin e mbrojtjes zonave, për zonat e mbrojtura. Por Edi Rama nuk e bën këtë, nuk e sjell këtë. Po tjetë për flamingot, theksoj këtu, se çdo njeri duhet i përmarrë të vërtetës. Flamingot i ka dhe do i ekzekutoj aeroporti. Aeroporti është shkatrimtari numër 1 i kolonisë së flamingove dhe aeroporti uroj që enti europian i aviacionit të mos jap licencë atij aeroporti. Zoti Berisha, ju keni bërë një akuzë forcë Pritani, duke thënë që pritani, kreu i Shish ka futur agent serb në protestë. Keni informacion ju për këtë? Qytetar digital më thonë që është bërë një kombinim i 2 shërbimeve, Tiranë-Beograd kundër protestuesve të ri. Keni informacion? Kjo ka ndodhur, po sigurisht pa informacion qytetar digital nuk janë, e keni pa ju. E pat se edhe e censuruat. Pardje më tha që kanë ardhur 2 kontejner me ngarkesat mëdha eurosh. E publikova edhe mediat kyç omerta.